Ekonomia shqiptare është në rënje të lirë. Sipas këtyre statistikave, për herë të parë, ekonomia kontribon vetëm me 49% në rritjen ekonomike. Vetëm me 49%. Sipas këtyre statistikave, në rritjen ekonomike kontributin kryesore ka shteti, me rrogat që jep, me pensionet që jep, me sigurimet shoqërore dhe sigurimet e tjera. Sipas këtyre statistikave, të ardhurat kryesore nuk vijnë nga prodhimi, por vijnë nga taksat neto. Do ta kuptojë çdo njeri çfarë është taksa neto. Është taksa që merr mbi produktin qeveria duke zbritur shpenzimet që janë bërë. Por çfarë ndodh në Shqipëri? Në Shqipëri çmimet rriten muaj pas muaj, vit pas viti. Dhe ky është një mekanizëm i tmerrshëm, rritja e çmimeve rrit taksën. Dyfishimi i TVSH-s dyfishon të ardhurat nga TVSH-ja. Dyfishimi i çmimit dyfishon të ardhurat nga TVSH-ja. Çmimi i naftës në stratosferë mban në stratosferë aksizën. Dhe këto që quhen pra taksa neto, këto janë burimi kryesor i rritjes ekonomike. Dhe kjo është rritje falso. Pak vite më parë, shumë pak vite më parë, të ardhurat nga profesionet e lira ishin 12%. Kanë zbritur sot në 1%, pas betejës që bërë kundër profesionet e lira. Ikën. Shok të vërtet ka pësua turizmi nga narkoshteti. Narkoshteti shkatroi me shpejtësi turizmin. Sepse rënja e euros nga parat që hynë me 35%, shtrejtoi turizmin në Shqipëri për çdo turist me 35%. Atyre që së besojnë syve dhe kronikave televizive për turizmin u them, shikoni pak. Kontribute, akomodimeve dhe shërbime në rritje ekonomike këtë vit ka asur me një vit më parë, se çfarë rënje dramatike ka. Unë dala këtu për të thënë se narkoshteti është ai faktor që po shkatron Shqipërinë më shumë se çdo faktor tjetër në ekzistencën e saj.